Përshëndetje miq të Kosova Presit. Jemi në ditën e madhe të finales së kampionatit botror, aty ku sonte, siç e dini, nga ora 21 do të ballafaqohen Argentina dhe Spanja për të luftuar për trofeun më të madh të botës në futboll, që është Kupa e Botës. Natyrisht ishte një kampionat spektakular, të ofruar me 104 ndeshje, 48 kombëtare pjesëmarrëse, që ishte kjo edhe ndër risitë kryesore të këtij kampionati që organizohet nga FIFA. Rrugtimin më të gjatë e pati Spanja dhe Argentina, këto dy shtetet që ballafaqohen sonte për të mësuar se cili do të jetë, a do të kemi kampion të ri që mund të jetë Spanja, apo Argentina do ta mbrojë titullin e kampionit të botës. Ne sot, në një edicion special të Sportcastit, do të diskutojmë bashkë me të ftuarit e me këto në Sportcast, me trajnerët dhe analistët e njohur, Arnur Morina, dhe të ftuarin tjetër, Ramez Krasniqi. Trajner, shumë faleminderit që gjete kohë në Sportcast sot. Kënaqësi, faleminderit. Edhe po ashtu trajneri tjetër, Arnur Morina, shumë faleminderit që erdhën në Sportcast. Me kënaqësi. Jemi në një ditë të madhe, po themi, të futbollit, të fundit këtij kampionati botror që ofroi, po themi, spektakël, megjithëse në ato fillimet e veta për shkak të zgjerimit ndoshta u kritikua pak se nuk pashim shumë ndeshje cilësore, por tashmë jemi në fund Spanë-Argentinë sonte. Rreth sipas teje, cila kishte Spania rrugtimin më të vështirë deri këtu, edhe a ke prit që këto dyja të jenë finale? Po, nëse shohim kështu, mendoj që të gjithë kanë pasur rrugtimin e vet dhe kanë pasur mirët edhe të këqijat gjatë rrugtimit, por nëse marrë si kombëtare, mendoj që Argentina e ka pas më vështirë, se kujtohet ndeshjet që i ka luajtur edhe gjithmonë do thot ka qenë në disavantazh, edhe u duh patjetër me rikthy rezultatin, që shumicën e ndeshjeve është jashtëzakonisht vështirë. Mund ndodh një ndeshje dyta, por në 3 ndeshje do thot ta kthej rezultatin, është diçka pothuajse e pamundur. Por aty tregohet edhe karakteri i futbollistëve, do thot komplet skuadrës, një popull shumë luftarak, por nga aspekti i teknikës nivel mjaft të lartë, dhe në mesin e tyre janë disa yje, një ndër ta është dihet ylli i madh Messi, ku i jep ton, edhe normalisht është një lider i skuadrës të Argentinës. Ta kesh një Messi, është pasuni e madhe dhe domethënie e madhe, për shkak se edhe në këtë moshë gjithmonë është i pari që jep një ritëm të lojës dhe i shtin futbollist ta japin maksimumin. Gjatë këtij rrugtimit, prapë po them, në disa ndeshje, sidomos në atë ndeshje që më ka mbet në kujtesë është kundër Egjiptit. Shkone 2-0, shpesh kena bisedë me Arnorin. Aty ku do që po vjen fundi Argentinës. Po, kjo është minuta 78, nga aspekti psikologjik ti vjen për toke, sepse veç tu menu hopëm, se nuk mendoj qysh me ndryu rezultatin, por niveli këtyne, do thot, futbollistëve është shumë i lartë. Dhe karakteri, sidomos ai karakteri i veçon, si e ndrojnë ose ndryshojnë rezultatin me një angazhim abnormal, maksimal. Edhe një lider si Messi ka qenë protagonist numër 1 në ndeshje. Do thotë brenda 14 minuta, 13 minuta ndryshot rezultati. Nga 0-2 në përmbysje e madhe. Përmbysje pothuajse e pamundur. Teoretikisht. Po në praktik, po më i ka më ndryshuar. E mendoj që është një skuadër shumë specifike, ishtin në vërtet i shty një ego i tyre i mbrëmshëm dhe janë mjaft kompletuar në kuptimin e koordinimit dhe ajo cilësia e tyre shumë mirë i ndërlidhur dhe pothuajse janë të luajtur në një klub, jo në një kombëtare, se është diferenca e madhe. E din se na kemi punuar, ende punon me kombëtare, sepse ti nuk i ke gjithmonë me veti, do thot me punu çdo ditë, javë kështu me radhë. Pastaj normalisht gjithmonë ato korrigjon gabimet në gjonat pozitive, vetëm perfekcionohet, kurse ato dobësit eliminohen kështu me radhë, po e ki një kombëtare që takohesh njerën 2 ose 3 muaj. Por këtu po shihet shumë qartë një koordinim fantastik, një komponim i mrekullueshëm i lojtarëve, do thotë njëja aty pothuajse janë të klubit, një ekipe, një skuadre.
Edhe mendoj që më bëna pyetje cili rrugtimi mendoj që ka qenë shumë një rrugtim i vështirë edhe i gjatë, por më në fund e prunën do thot situatën që vi në finale, që është një arritura maksimale, mos them e pamundur. Trajner, dy fuqi të mëdha, super fuqi të futbollit. A e personifikojnë, a jemi, si më thonë, okay me çet finale, a janë tamam dy fuqi që e përfaqësojnë një kampionat botror, a janë me merit këto dyja finale? Po, me merit janë. Si kemi rritë deri në finale me meritje. Ose ke shku me në rrugtim më atlet, ose ke bo përmbysje gjatë kampionatit që i përmeni Ramizi krejt. Mirë po, a kanë ra disa ekipe tjera? Kanë ra disa që kanë qenë shumë të favorizume. Ka ra një Francë, me një vistër të lojtarëve kulminante edhe me pas lojtarë që kanë met jashtë listës, një Gjermani që është mundu me bo një përtrimet të ekipës dhe ka met në gjysë rrugë, apo një Angli që prej 66-ës po pret me bo atë hapin vendimtar, po kur qysh me bo, sepse gjithmonë po ju mungon ka diçka, e tjera, deri te disa kombëtare të reja të cilat kanë tregu se futbolli nuk është vetëm 18. Para se gjithashtu po menoj për shembull në Egjiptin, në Marokun, të cilët kanë tregu futboll të mirë. Ose disa ekipe të cilat gjatë kvalifikimeve, gjatë grupit, kanë qenë poshtë nalt, mirë po e kanë të kalu çdo problem edhe kanë kalu në fazën e eliminive, si ka qenë Zvicra. Do të thotë, kur përpara kanë luajt numër i madh lojtarëve shqiptarë dhe kanë pas rezultate kulminante, tash kam rini përtrimi e ekipit edhe prap janë në kremin e futbollit botnor. Kjo tregon se futbolli ka një shtrimje të madhe në botë. Futbolli është një vlerë universale që nuk i takon vetëm të mëdhejve, edhe të vezhit po i afrohen dal nga dal të mëdhejve. Sepse investimet e bojnë vetën, kushtet rreth ekipe e bojnë vetën, edhe puna studioze e bën vetën. Kështu që ky kampionat na ka tregu se ndoshta në kampionatin e ardhshëm kanë me qenë të vezhlit ata që kanë me qenë 100% barabart me ta të mëdhejt. A kanë mri me plot merit Spanja dhe Argentina? Po. Po, sepse Argentina ka pos rrugtimin ku 2-3 herë ka mujt me marrë thu, edhe është ngrit, e Spanja ka shku shumë konstant. Shumë konstant me atë lojën e tyne, të cilën e ka thjeshtu edhe ma tepër, se nuk është me tik atak edhe të 16 metrësh, po tash edhe po hynë në thellësi me topin e parë, dytë e tjera, edhe kanë tregu se edhe pa lojtar me emën të madh, bojnë ekip mirë. Po Erzaballin kemi përmend 100 herë, nuk e ka reklamën që kanë lojtarët e mëdhej, a është lojtar i madh. Po i kryen të gjitha punë që po i ka në aty. Ku Korea, i cili ka kalu të gjitha kategoritë e reja të Spanjës, edhe tek në Chelsea erdhën shprehje deri diku. Tash po e shohim që po luan në anën e majt, pa pik problemi, po kryen punë. Një Kubarsi me 19 vjet që ndërmbrojtës po lufton për titullin kampionit botës, po. Ose te Argentina futbollistë të cilët janë bartë lojës në për klube evropiane, shumica. Edhe kësaj jashtën edhe Mesin, i cili është ai i cili të rje këtë ekipën supet vetë. Trener, vetëm pak të gjysmë finalet. E pam Spanjën ndaj Francës, dorën zemër ishim pak a shumë që mendonin që Franca do të bëjë më shumë. Por me atë lojë Spanja, po themi befasoi me atë dominim që e bëri. Mendon që me të njëjtën taktik mbase mund luaj edhe ndaj Argentinës e sonte? Jo, nuk mendoj ashtu. Arsyeja është që Argentina nuk është Francë. Do të thotë skuadrat kombëtare dallojnë në paraqitjen e tyre, të thotë në fush sistemin, koncepti i lojës e kështu me radhë. Por çdo skuadër analizohet detajisht edhe normalisht nga aspekti profesional ti e përgatit skuadrën në ato pikat kyçe ku kundërshtari është shumë i fortë, ku ki ti lupsit. Në ato mënyrat për me korrigjue, sidomos repartet, nëse shembull që Spanja kundër Francës qaq bukur i ka blokue, që si ka dhonë mundësi asnjëre, binzon as kundërsojnë mas me orë në rast me rreziku portën e Spanjës. Në anën tjetër Franca nuk ka bo asgjë, do thot ti blokoj
lojtar futbollist e Spanjës. Do thot kjo është ajo taktika që e ka përdor, edhe që i ka dalë. Ran hija i sulmi rrezikshëm i Francës. Imagjino vetë sulmi i Francës diku ka 850 milion euro vlerë. A di çka do me thonë? Tash. Jem shumë i sinqert, unë mendoj që Spanja ka turpru Francën, sepse një grup futbollistë që janë sidomos sulmit çat vlerën e madhe, edhe nuk bojnë asgjë, është diçka e pamundur. Por futbolli ka kështu. Po flas në aspektin taktik. Taktikisht do thotë Spanja e ka mujt trajneri i Spanjës, e ka mujt Deschampin, i cili për mua është një ndër, ndoshta edhe më i mirë, po një ndër trajnerë më të mirë në botë. Qysh ndodhe ajo, tek kanë me zbulu ma vonë, do thotë kur ta bojnë analizën e thukt. Edhe në këtë situatë, do thotë Spanja ka një sistem që nuk largohet prej saj. E ka, do thotë, lojnë specifike. Edhe shpeshere kena diskutuar me shok koleg Masonin e atë Visarin që prej grupë moshe më të vogla, ata e kultivojnë një sistem të lojës. Edhe në vazhdimsi, cili do futbollist që vjen në A, do thotë, në kombëtarën A, din me lujt edhe shumë let për shtatët. Problematika është çish më për shtatët. I gatshëm për atë sistem. Nuk e ndryshojmë, pavarësisht cili trener vjen, do thotë nuk ka mundësi me ndryshue. A kupton? Edhe kur bëhet ajo, bëhet perfeksionim. Kjo po kundër Francës, Franca nuk ka ditë ku e ka kokën, pse? Pasimet shkurtë edhe për momente ka ndryshue, do thotë anën, një kohje prej djathën të majtën ose pejt majtës, tu desh në djathën të vërteta e fut topin në qendër, në mes. Kjo është ajo që, për shembull, Spanjën e bën një kombëtare të jashtëzakonshme edhe shumë të rrezikshme. Se nuk mundesh me lexu lojën. Se shkon topi, qarkullon, shkon topi. Ka një pikë referuese në sulm Spanja, vërtet. Po. Ne kemi një lojtar i cili bëni kërdi vlerën e ka mesatare. Po bëni jashtëzakonisht shumë për kombëtarën e vet. Kjo është, mendoj që është fuqia dhe forca e Spanjës në kolektiv shumë stabil, shumë mirë i komponuar dhe ku mbretëron një atmosferë e jashtëzakonshme. Marin, deri në rrugtimin e tyre deri këtu nga ana e trajnerit, sa kemi pa dorë të trajnerëve që i kanë qoftë të Scaloni, qoftë të De La Fuentes në taktik, po themi rëndësia e trajnerit në këto raste, në këtë rrugtim deri më tani, edhe ndoshta në tranzicion, po edhe në zëvendësime që i kanë bërë. Është po dora e trajnerit gjithçysh, se këta nuk e cakëm rastësisht që janë prej kategorive të reja bashkë. De La Fuente ka qenë me ta. De La Fuente në fund do bu trajneri kombëtarës të madhe, kombëtarës A. Njëjtë edhe te Argentina, mirë, po te spanjollët të vrejt ma tepër. Edhe në momentin këç është vrejt për mrekulli në ndeshjen me francezë. Ku faktikisht e kanë minimizu forcën e mesfushës që mos me mujt me dhon topat e lojtarët e shpejtë në fazë sulmit. Ty menojmë mas pari e kanë paralizu Olise, edhe mandej kamet vetëm Rabioti me u mundu me bo diçka që nuk shquhet për ndonjë teknik të hatashme, sepse edhe Tchouaméni që ka duel edhe lojt mirë në fazë ofanzive, ka qeni paralizum. Kështu që Mbappé, Dembele, Due, kush kanë qenë Barkolla, s'kan mujt me pas topat përdërshëm. E kjo është dora e trenerit. Nëse krejt kësaj ashtojmë që vija e fundit, që kemi dhënë është vija e fundit, që nuk ka shumë reklam, është tam Kubarsi 19 vjeçar, që lunë finalet kampionatit botnor, që ka fitu kampionatin evropian, apo? Ose është qendërmbrojtësi tjetër francez që ka hjek dorë për në shtetësisë franceze, edhe po lunë për Spanjën. Edhe kemi dy mbrojtësa, të cilët deri në kampionat botnor kanë pas një farë reklame në klubet e tëne, po jo shumë. Pedro Porro, por shohet edhe si gollçenus, edhe si mbrojtës i fuqishëm mrapa, edhe si depërtues ka hënë e djathtë, njëjtë siç është edhe mbrojtësi i majt. Merino në shtatë edhe. Jo, mbrojtësi i majt. Kukurea, e deri te Merino i cili hyn gjithmonë si rezervist, edhe shënon gola, po kur nuk bën problem që s'po lun prej fillimit. Me buzëqeshje po. Ai hyn me kry punën e tij, që kjo tregon atë
karakteristikën kryesore të një profesionisti. Lunë qatë sa e ka vendosur treneri. Mirë po, për qatë sa e ka vendosur treneri e jep maksimumi. Edhe shko kur far hillnimi, kur shko, e kene një Dani Olmo që unë gjallë, qysh ka i ke kampionati, unë gjallë ma tepër, edhe a dytë me Francën ka qenë perfekt. Në anën tjetër te Argentina, e sheni një futbolist që McAllister, që është atë shkurt, amrin në të gjitha kornerat edhe me godit, me kokë, apo një Depol që e kanë lëviz pejt qëndrorit, pak ma djathë për me inimu, mesit që me vrapu ma pak. Dhe të thëtë elemente taktike të cilat i bën treneri për me miri rezultatin të se ne dëshiron. E shumë kësi kombinime tjera, por në përgjithësi vrejet dora e trenerit gjithmonë. Edhe për atë arsye, edhe përgjithësia, bora përgjithësisë gjithmonë bjanë të trenerit. Trener, te Argentina, kur fole që ka pasë raste që është dashur me përmbys, shumë raste gjatë rrugtimit, tregon pak a shumë që pranimi i golave mund të jetë një tregues që mbrojtja e Argentinës nuk është shumë stabile. A mendoj që është pika e dobët e Argentinës edhe sonte në finale? Gjithmonë është në një skuadër ndonjëherë part pak më i dobët. Tash nëse marrim shembull Spanjën dhe Argentinën, ta bëjmë një krahasim. Që aty edhe dallon. Mesfushor ose reparti i mesfushës së Spanjës është i jashtëzakonshëm, a dim pse? Sepse shumë lëviz dhe është fleksibil. Ai 90% kthehet në defanziv edhe i ndihmon mbrojtjes vet. Ktu është diferenca. Nuk është në pyetje vetëm 4 futbollistë ose varësisht në sistem që shkruajnë ose me qenë 3. Por është mesi ose mesfushor që kthehen në tranzicion edhe i bllokojnë kundërshtarin. Nuk i lënë hapësinë për me bashkëpunu edhe me arë situatë me denue mbrojtjen. Që tu është esenca, se i ka 4 tashmëvaret me 4 vetë lujnë në mes fushës, kur të regen jënë mjaft mirë të koordinum, që është shumë me rëndësi. Sepse gjithmonë njëri tjetër e mbulojnë edhe lojnë lojtarin më të lartë që është në nivelin e kundër nëse është nga ana majt ose djathtë varësisht a ku vjen rreziku, e kompenzojnë njëri tjetrin, e mbulojnë. Edhe janë shumë fleksibil. Mu për atë edhe Spanja ka një siguri, ajo ka tregu dhe thot edhe ndaj Francës, s'kanë mujtë me lëviz, se ai mesi i fushës ka qenë fantastik. Gjithmonë dhe thot në kompenzim, njëri pas tjetër, është do njëri, kjo ja ka mbulu shpinën. Jo ndo dytë, kjo i tretë u ordi, 4 u afru me njerë. Kjo taktikisht bota, është krejt dore e trenerit, dhe thot, por ata kanë punu shumë në këtë drejtim. Kjo. Te Argentina për shembull është e kundërta me përqindje. Ka vonesa në ekipe tjera. E mirët se kemi aty do të thot për Francën. Janë disa futbollistë që nuk e kanë vetit përveç që e kanë atë vrapimin e mirë, e kanë duelin, por nuk e ka atë inteligjencën që të bulon me kohë. Çdo bulim i vënshëm, në pyetje janë 2-3 sekonda, 3-4 sekonda. Nuk është i mbulum, nëse nuk është i mbulum lojtari është shumë problem. Nëse janë më tepër, ma tepër te kundërshtari është më pak, atëherë luhet në pressing, lojtar. Nëse është e kundërta, ti je më pak, kundërshtari më shumë, atëherë duhet të hapësirën me mbulue. Se më dim çto gjanat janë elementare. Pse? Sepse e kompenzon mungesën e një lojtarit ose 2 varësisht. Nëse 5-4 ose 6-4. Ti e mbulon hapësinën për me pas në kontroll të 2 futbollistë. Po asnjëri nuk jetë të shkurt, do thot në blokim, në mbulim 100% strikt. A kupton? Kur je më tepër atë shkohet në mbulim strikt, agresiv me marr topin. Kur je kështu atë dosh me kalkuluar situatë derisa të vjen një bashkëlojtarit. Këtu për shembull ai dallimi mes skuadrave, sidomos Spanja që deri më tani, deri në finale, do thot e ka bëu fantastike. Mbulimi ka qenë normalisht, gjithmonë ka mangësi, dobësi pak, do një gabim po ashtu përmirësim normal, po nëse marr në tërësi, ata janë ndekon gati pothuajse 90% perfeksion. Trener, nëse hala pa një analizë kur zbresin këtu në fushë, nëse i sheh prej tash ka ndonjëra që është si më të kompletuar, më favorite, qoftë edhe për rrugtimin, por edhe formacionin që ka. Këtu tash është kjo finale. Këtu ose fiton ose
Këtu barazim s'ka. Do të tash përpos këtë elementeve tekniko-taktike të cilat janë prezente, vjen edhe inspirimi. Ka futbollist që Është e rëndësishme edhe kjo. ka nevojë me pas një inspirim, një shtytje morale më të madhe, ka dikush që e përjeton në mënyrë më të qetë. Edhe tash këto gjëra ndikojnë. Ata që janë më të qetë në lojë, ata bojnë më pak gabime, ata që janë më të ngarkuar psikikisht se çka dojnë me bëu në lojë, mundin me bëu gabime që mundin me i kushtu ekipit. Do të thonë psikologjike shihet si Ana faktor. psikologjike është një prej faktorëve kyç. Pse? Sepse kanë bërë ton këtë rrugtim një muaj me stërvitje, me udhëtime për qytetit qytet, Po. jashtë familjeve, kanë orë për kampionateve të veta ku i kanë lujtë 85-90 lojë. Është shumë. Po lujnë prapë një muaj edhe ka në momenti i fundit ku ose kanë me të mojtë në men si fitues, ose vetëm si pjesëmarrës në finale. Do të thotë, edhe kjo mundet me qenë një barë. Po tash edhe këtu janë trajnerat special të cilët merren me këtë pjesë për me bisedu me këta lojtarë, me qenë këta në kana psikologjike të qetë, rahatshëm edhe për me lujt lojën, me dhon maksimumin, sepse mos të harrojmë ngarkesat janë të mëdha. Ndrimi i kohës është i madh. Edhe çaj udhtim me aeroplan që është një ditë, 2 ditë më herët ose ku është i lodhshëm. Tjetër. Se prej një nalësi mbydetare hypon 10.000 metra prap kthesh aty, njerëzve duket jo e lehtë ose më mirë me shku me aeroplan se me kjarr. Po këto janë të gjitha probleme mjekësore, medicinale të cilat ndikojnë në trupin në organizmin e lojtarit. Kështu që krejt këto ndikojnë. Edhe prap po them, ata që janë të më të fortë psikologjikisht, mundin me të i kalu këtë barierë. E që mendon, a është më shumë presioni te Argentina për ta mbrojtur titullin apo tek Spanja për të shpallur? Gjithmonë ai që fiton mundohet me mbrojtë dhe është pak më vështirë me mbrojtë se me fiton. Kështu që ajo është një na anë. Mirë po, mos të harrojmë mrena që asaj ekipe që po don me mbrojtë, ki 2-3 individ që mundin vetë me zgjedh finalen. Një ndërta është Messi. E kemi po tanë kohën Messi, koma majt, me komën e djathtë e Krosej, te Lautaro asistin me, dhe të thëtë, ka shumë elemente të cilat janë për rreth e që ndikojnë direkt në ekip. Ka lojtar të fortë individual secila skuadër trajner. Kush po e shes që mund të jetë vendimtar, do ta bëj po them barën e përgjithësisë tek secila skuadër, tek kush po e sheh edhe pse te Argentina pas e veçit i. Po, janë sipas me 50-50, por mire se kemo këto është puna e individëve nga aspekti psikologjik, sepse ata që kanë kalu një kampionat botënor, janë ja për para, se kanë përvoj. Në anën tjetër, në të Spanjol e kanë fitu kampionatin evropian. Gara është pak më ndryshe në kampionat evropian se në kampionat botënor. Në fakt po, një ballavaçi një kampioni botror me një evropian. Edhe rrugtimi është më i gjatë, cek edhe moke, do thotë ajo nalësia mbydetare, klima, temperatura të larta, udhëtime kështu me radhë. Dita e pushimit. Dita e pushimit, është ndikim. Regenerimit. Tash, ato skuadrat edhe individ që ambientohen ose adaptohen më lehtë dhe më shpejt se organizmi i njerit nuk është të gjithë njëjtë. Ndryshojnë. E ata që ambientohen dhe adaptohen më shpejt e përballojnë më lehtë edhe në ndeshje është e njëjtë. Apo kujton, që do thotë e të i kalon krizat të ndryshme, gjatë vrapimit, gjatë pushimit e shtë. Dikush ka nevojë 10 sekonda, 30 sekonda me bë një pauzë, një timing, edhe rifreskohet. Kurse dikujt i vyn deri në 2 minuta. Tash imagjino në ndeshje, të vyn ty 2 minuta. Edhe unë mendoj që të dyja për mu 50-50, por pak i japi jo për parësi, por ndoshta nga aspekti i dëshirës vullnetin, mas e kanë fitu kampionatin evropian, se gjithmonë është në kokë, ajde se është historike, mujshë me fitu edhe kampionatin botënor, e jesim dhe thot si një grup ose individ që kanë fitu kampionatin botënor, dhe thot për Spanjën. Në anën tjetër, për Argentina më vështirë, se kanë fitu një me mbrojtë është më vështirë. Apo kupton? Edhe mundet me qenë në momentet caktume në aspektin psikologjik me thonë, po luftojmë, po kur vjen ndonjë krizë, thot, po, na e kemi veç të fitum një. Apo kupton? Se kjo është një lloj
arsyetimi. A kupton dhe me ardhë, a kupton me ardhë deri në ndërdije. Do të thotë me ardhë deri në ai moment nëse hupim. Do të thotë për Spanjën është një motiv shtesë, por duke marrë parasysh karakterin edhe spanjolle, po sidomos Argentinas me është Amerikanë e Jugur, do të thotë janë të primë të japin maksimumin, do të thotë atatumin e fundit të argjojnë në fushë për me ardhë deri te çoku, do të thotë deri te fitoria dhe të bëhen prapë kampion botëror. Në mendjen e juaj, si po e shihni, jemi pak orë para finales, 90 minutë, që do të jetë spektakël, ndeshje e hapur, luftueme apo do të jetë taktike deri vonë? Gjithmonë taktik ka mrena mirë, po ka me qenë ndeshje e hapur. Sepse këtu mrapa s'ka. S'ka barazim. S'ka hapësirë më shumë. Për ty tre? Po njëjtë, edhe si më ke mendoj që këtë taktikisht do të thotë ka me qenë një luftë taktike dhe ty nuk ka mrapa, ty duhet me lujt me fitue. Gjithmonë është imperativi fitoria sepse s'ka gjirën tjetër ose kundërshtari tjetër, nuk ka. Kjo është finale, këtu duhet me thonë nga vetje maksimumin, me t'jesh i përqendru maksimalisht, edhe do të thotë mos të ngarkohesh me atë që duhet pa tjetër me fitu. Nuk duhet pa tjetër. Duhet me lujt, mu angazhue, edhe në momentet caktuar ta shfrytëzosh një moment gabimit ose jo përqendrimit të kundërshtarit me bashkëpunim të bashkëlojtarëve vetë, edhe të vjen citat me dënu kundërshtarin normalisht me finalizue. Nëse ngarkon tepër atëre edhe ato që din, apo kujton kanë pas shumë gabime. Ose flas sepse kemi luajtur shumë gjatë edhe në ka ndodhur, do thotë në ndeshje ku ti ke menduar që kemi dhënë maksimumin, ai ka ndele kundërte. A kupton? Këtë në aspektin psikologjik. Nuk është ajo që ti nuk je i përgatitur nëse nuk i ndeshje çka dione. Por nga aspekti psikologjik dëshiron shumë, në të vërtetë je pak ose edhe të kundërte. Kështu që tha edhe Moki më herët, këtu punohet nga njerëz specialist nga aspekti psikologjik për mi bind lojtar, për mi qetësue që kjo është një ndeshje, një kështu, jemi të formuar çka jemi përgatitur, çka që mundna me ardh, mundna këto me bë kështu, me radhë, kupton? Ai të vin ty që ti nuk ke kurfar probleme për me ardh deri te çoku, deri te mangazhi. Vetëm luaj. Po. Të flasak për rolin e Mesit. E kemi parë përveç anës që jep kontributin sportiv, po themi, po shihet edhe si një trajner i dytë në fushë, në finale si po sheh rrezikshmërinë e tina. A do të jetë sërish Spanja e fokusuar tek ai? Po gjithmonë ai kapiteni i ekipit është ura lidhsen mes trenerit edhe ekipit. Ai bart informacionet, ai komandon brenda fushës e tjera. E kur ki të bëj me një lojtar, siç është Messi, atëherë është puna më e lehtë. Sepse shumë shpesh vetëm me shikime, lojtarët kuptohen me vetë edhe kuptohen me trenerin se çka ka dashur me çfarë në lojë. Po Messi po tregohet si një futbollist si gjithmonë që tregu, i cili nuk e shtin ekipin me lujt për Mesin. Pa e shtin vetën me lujt për ekip. Do të thotë nuk është prej atyre që lyp të gjithë me lujt për Mesin. Jo, kemi po Mesin që vrapon edhe majt edhe djallët, ma shumë ka ana djallëve për shkak komës të majt. Kthehet në gjysmë fushën e vete, jo gjithmonë, po kthehet me ndihmu, por është ai i cili është determinanti për fazën e sulmit, edhe për fazën e ndërtimit të lojës. Do të thotë një futbollist, por nuk besoj që Spanja ka me caktu dikend apo stafat për me rujt. Apo? Sepse deri me tash të tregu që kërkush s'ka mujt me rujt. Kloppi ka pas dhënë një deklarat kur e kanë pyet, ai keni bu taktikën për lojtarët e Barcelonës apo për lojtarët pola apo për Mesin, s'po dim çfarë më. S'ka taktikë. Sepse ai është me të vërtetë është i parashikueshëm për publik, sepse ai shumë mirë din çka do me bën në momentin e caktuar në kohën e caktuar edhe në vendin e caktuar. Shumë mirë din atë. Po është vështirë me rujt individualisht. A mund të bëj diferencën në finale? Mundet edhe ai mirë, po edhe te spanjollët ka futbollistë që mundin me bë. Kështu që është e hapur krejt. I duhet edhe një gol Mesit, a do ta shtyhet për ta kaluar, po themi Mbappén, për të shpallur mbas edhe gola shënuesi më i mirë. Janë 8-8 me Mbappén për momentin. A do të jetë një motiv shtesë që Mesi të jap maksimumin gjithmonë, por edhe më tepër se kaq për të arritur edhe këtë qëllim, për te trofeut? Unë mendoj kështu. Mos harrojmë është 39 vjeç do është aty. Po, unë mendoj kështu që së pari ai do të afusë vetën,
në interes të kombëtarës jo personal. Sepse ta fitojsh edhe njëre kupën e botës, por diçka e veçantë. Mu më ka pëlqyer se unë bash nuk e simpatizoj shumë, po shumë e çmoj si futbollist. Nivelit lartë dhe thotë ja e ki kapuqet, por ai tash u treguan një bashkëpunëtor i shkëlqyshëm i kolektivit të Argentinës. Ai ka lujt për skuadër, jo skuadra për to që e ceki moki. Ai ka lujt për skuadër dhe i ka ndihmu skuadrës në maksimum. Në këtë moshë do thotë normalisht që gjithmonë është mundu mu kthye me marr pjesën defanzive, po gjithmonë e kam pas atë freski. Nëse vjen momenti, situata me shpërthyer do thotë me një kundësul tranzicion atëra është i gatshëm. Kjo për shembull e dallon prej disa futbollistëve të tjerë që mos ta përmendin Ronaldon. Komplet skuadra do thotë duhet me lut për to për me dhon ai 9 golla ose 8. Atë bëhet do thotë goshinusi më i mirë i botrorit. Dhe Messi është e kundërta edhe për ata edhe fati e prin edhe për cilë. Kjo është ajo që e bën një lojtar me të vërtet madhështor. Është një lider i vërtet i skuadrës. Kështu që në këtë drejtim mendoj që Argentina në atë kuptimin e ndeshjes dhe sulmit do të jetë shumë fleksibile, sepse spanjollët janë të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Unë mendoj që ata janë më të komponuar se Argentina, po Argentina e ka një të mirë që në momente të caktuara shpërthen edhe lun 2-3 minuta një lojë që thoshti këta janë me vite së bashku. Shkurt pasimet tap edhe vjen situatë thosh ka dul. Këto taj lojtari mbrojtësi djathtë ky Pedro Porro, goli kur e kanë dhënë me pasim, kretë me të kanë kthy kokën po dënim ai ini djalë vetë më shpinës as. Edhe thoshti me vite janë të bashkëpunuar. Mu për atë Argentina dhe dallot, do thotë në këtë lloj situata dhe në momente kur shpërthen, e ka një periudhë caktuar ku për njëra, spanjollët kanë të kundërtën, e kanë në kontinuitet. Kjo është diferenca. Do thotë njohja e ekipës, skuadrës komplete, komponimi i tyre, koordinimi i tyre është në veçanti. Edhe komplet skuadra punon ashtu lun. E të Argentinës do thotë është në moment edhe në grup. Dallohen aty. Por janë individ që mujnë me vendos lojën në momente të caktuara. Shpërthen edhe befasohesh çka ndodhi. Por për ata dhe janë nivelit lartë të profesionalizmit edhe vlerën e kanë që e arsyeton, sidomos me kësaj lloj veprimesh. Kështu që unë pres se do të jetë një lojë shumë atraktive, shumë e bukur, sepse nuk ka më pas aty shumë kalkulime dhe 50-50 fiton ai që e pak më shumë. Kur folëm për rrugtimin, e pa aftësinë e Argentinës për me bë përbysje rezultate, ndërkohë ana tjetër Spanja trajner një rrugtim shumë stabil, a do të mjaftojnë 90 minutë që sonte sipas teje? Pa me këshir hodhëll publiku kish pas shef me pa dhe vazhdime. E kur ballafaqon dy ekipe të tilla, loja bën intensitet, aksione tjera dhe kanë shef sa më shumë e zgjat, po tashune. Në varet mundet me qenë ndonjë lojtar që është super i motivuar me kry vet punën, mundet me qenë dikush tjetër që ngarku me çat motivim me bën ai gabim që manej paguhet me gol. Ta shohim unë veç më thonë që ka me pas shumë duele taktike në mes vete, edhe në çdo pjesë të fushës, a për ndryshe çka ka me zgjat 90 minuta kanë me shkum penalti. Nuk e di, ka shumë lojtarë që të mujnë me zgjedh lojën vetëm të dyont. Që me vendos këtë finale. Trajner Sebastian do të mjaftojnë apo do të nevojitin vazhdimet? A do të mjafton koha e rregullt? Me tregu drejt, unë jam shumë kundërshtar i vazhdimeve. Apo? E du me arsyetu pse. Mund ta imagjinoni kur në një ndeshje 90 minutëshe jepet maksimumi, se gjithmonë në lojë me dhon maksimumin llogarit brenda 90 minuta. Tash plus e ke shtesë 30 minuta edhe ndonjë vazhdim edhe 35 minuta.
Veçaj që e ka përjetu e vazhdimet, e din çka do me thënë. A din sa është, jo ngarkesë, ajo është shkatrim i futbollistëve. Skuadrës përgjithësi. Si njërës si tjetërët. Është ngarkesë jo maksimale, për të maksimale, sepse ti për 90 minuta ja angazhun 100% është edhe dikush ma tepër. Po thot qysh ma tepër. Se treneri thot, ndu 100% edhe diçka ma tepër. E kojt trener, gjo e vetë. Gjithë problemin vetë. Kështu që për mua, une po thëmë, sepse e kena përjetu vetë, pavarësisht nga pregatitja fizike, maksimale, psikologjike, apo këton, por ai 90 minutë që mjafton, tash nuk është mirë që, edhe është pa shumë qartë që në shumicën e rasteve janë kap për toke futbollist, individ, të pas gërqet normale. Ajo lodhja madhe. Lodhja dhe tepërt, lodhja e tepërt vetëm të shkatron, apo këton. Mu për atë shkak mendoj që 90 minutë që është i mjaftueshëm, dhe në fundit penalti. Fati, pastaj përvoja, emocion, pyetja aty, ekzekutimi penaltive. Pse me vazhdu 2 orë ka 15 minuta për publikun. Mendoj që ajo pjesa 2 orë ka 15 minuta mund t'jetë pozitive, po ma shumë mendoj që është negative. Mu për shkak se e thashe ceka këto për shkak shëndetit futbollistëve, sepse ai po këshyre edhe ma tepër me Mbappé, do thot një farloj shkatrimi vetës, të desht, do thot vi deri te një rezultat pozitiv për skuadrën e vet. Edhe aty shumë bin lëndimet, është e pamundur. Kështu që unë kisha pas qef do thot kryet deri 90 minutshin, edhe me një rezultat njëra ose tjetra, pak ma shumë për shkak komponimit skuadrës, koordinimit, edhe fundi lojtarëve që kanë spanjollët, se kanë lojtarë sipas me teknikisht më kualitativ. Teknikisht do thotë edhe si vizionar, si inteligjenca e çdo individit, që mundet shumë shpejt edhe letë më përshtat në skuadrën e vet, një përparësi të vogël, por nuk e dihet ka. E fundit, dhe pyetja trajner, she Argentinën të mbrojt apo do të kemi kampion botror? Si parashikim final. Unë mendoj që po pres më po një kampion i ri botror. Morin? Që di, e shojmë. Ili, ja, s'ka se di, këtë do shpeta. E shojmë kur të kryet lojë. E thot Ramati. Gjithsesi, po du mi ju falendru shumë, u kënaqa, me qef s'kisha po pyetje heq, që kisha ngu. Ata që shumë falenderit shumë që detë ko, Ramez falenderit shumë që erdhën. Falenderit për ju. Morin, falenderit shumë. Falenderit. Shumë i ndërun që ishit. Me knatësi. Falenderit shumë. Vetëm pak orë më vonë, do ta mësojmë kampionin e ri të botrorit, do ta mbrojë Argentina, apo do të jetë Spanja, do ta shohim bashkë sonte finalen. Miq të Sportcast, faleminderit që ishit me ne edhe në këtë rrugtim të shkurtër të këtij Sportcasti special për kampionatin botror. Faleminderit shumë juve për vëmendjen.